Përshëndetje mami. Përshëndetje Dior. Ju keni lindur dhe keni jetuar në Skarpar për një kohë shumë të gjatë. Besoj se në këtë zonë do të ketë shumë gojdhëna. A mund të na ndani një nga këto gojdhëna me ne sot? Në fakt, në zonën e Skraparit ka shumë gojdhëna dhe ditën e sotme unë dua të ndaj me ju një gojdhën të cilën unë e pëlqej shumë dhe jam rritur me atë gojdhën nga gjyshi dhe gjyshja ime. Bëhet fjalë për zonën e kanjoneve të Osumit. Kushdo që ka qenë në kanjonet e Osumit, padyshim ka dëgjuar për vrimën e Nuses. Është një vrim, një grop le ta quajmë mes një shkëmbi. E në fakt thuhet sipas legjendës se një vajzë e re e cila jetonte në një fshat të ngjitur kanjoneve të Osumit e martuan prindrit pa dëshirën e saj me një djalë që ishte nga një fshat tjetër. Ditën e dasmës, teksa vajza e re ishte veshur nuse dhe krushqit shkuan për ta marrë, ajo gjatë rrugës ishte duke qarë dhe ju lutej krushqive që ta linin të lirë pasi ajo nuk e dashuronte djalin në fjalë, por ata nuk pranuan dhe vazhduan udhën rrugën e tyre të gjatë për ta çuar Nusen në shtëpinë e dhëndrit. Teksa po arrinin afër shtëpisë, Nusja kërkoi që të shplodhej sepse ishte lodhur nga rruga e gjatë dhe krushqit pranuan dhe kështu e zbritën Nusen nga kali sepse në ato kohë Nuset kur martoheshin udhëtonin nëpërmjet kalit, hipnin në kal dhe shkonin të burri ashtu me vellon e bardhë mbi kal. Ajo zbriti nga kali dhe aty afër te kanjonet e Osumit ishte një shkëmb. Ajo ju afrua shkëmbit dhe ju lut shkëmbit duke thënë hapu o shkëmb dhe më shpëton nga ky siklet. Dhe thuhet se shkëmbi u hap dhe formoi një grop të madhe ku Nusja u fut në këtë grop dhe mbërriti në shtëpinë e saj dhe kështu shpëtoi nga ky siklet i madh. Kështu thuhet sipas legjendës në zonën e Skraparit dhe kjo grop le të themi u përdor më vonë nga të gjitha nuset e reja të cilat nuk sillnin në jetë fëmijë. Ato shkonin sipas legjendës, vishnin rrobat e tyre në anën e kundërt, futeshin te kjo grop, i ndronin rrobat dhe i vishnin në rregull dhe dilin nga gropa me shpresën se mund të mbeteshin shtatzën dhe të sillnin në jetë fëmijë. Kjo është një nga legjendat më të bukura të zonës Skraparit, sipas meje, që sot ishte një kënaqësi shumë e madhe që unë e ndava me ju. Faleminderit.